rend me këto gjërat kështu. Plus si mat nga ana tjetër me këngët popullore me njërin tjetrin, edhe kam patur ku të shkoj. Kam qenë tërkohës në për ambientet e tilla. E çuditshme është të lidhet jetën Po, gati e paracaktuar që do të bësh këtë gjë. po. Kanalizohesh kështu si padashur, domethënë, nuk e ku shkon. Edhe një lloj si puna tënde që edhe ti në drejtimin tënd edhe im vlla pavarësisht se u fiksua me këto me kompjuterat, me gjërat, edhe ndoqë shkollë për inxhinieri informatike, po thell është shumë artist, ndoshta edhe më shumë se unë, ka më shumë përshëndrim. Ka të dellin e brendshëm, kështu domethënë përshëndrohet, merret me muzikën, prodhon, bën, jo kitara, jo njëra, jo tjetra, me këto programet. Edhe do t'ja bëj dhurat një studio, nëse s'bën, kur ta ke mundësinë në të ardhmen. Një studio muzikore. Ta ketë të tjenë të merret, të nxjerr vetën, të nxjerr të tjera, le ta shfrytëzoj si të doj. Çfarë kërkon ajo, domethënë një Ja kam vuz? premtuar. Ajo kërkon një ambient shumë të këndshëm, edhe të mobiluar edhe të sistemuar bukur, se si edhe të jetë shumë i kënaqshëm për syrin, se ti do kalosh shumë kohë aty. Ajo është një gjë domethënë që merr goxha. Dhe po pyesja pak edhe stinëm shumë, sa mund të shkojnë, sa mund të bëj. Edhe do këto, janë këto unitet bazë, ku diun, bokse, veglat muzikore, do të tëra, këto, jo kartë zeri, jo kaca kleçka, kaca gjëra, që jo në një mikrofon të mirë, në një gjë. Edhe një person që ka dëshirë t'i punoj. Po është mundësi super e mirë për të prodhuar dhe për të mbajtur veten aktiv. Po ti Stelina e ke dashur përpara televizionit për shembull? Në drejtën, mua më kanë shqyrë që fëmijë. Jo shumë njerëz më thonin ke zërin, ke mënyrën e folurit, që fëmijë ma thonin për shembull. Daja më ka shqyrë gjithmonë që duhet shkoja të merja pjesë në to kompeticionet dhe bukurisë. Nuk ishin fare S'ndjeshe komode, nuk e ndjeja vetë. Edhe kur vazhdova për drejtësi, më thonë mua, sa herë që u takone, emër Daj, thoja sa herë që të shkoje, kështu e shoh dhe këra, Daj, tash mos ma kërkom, se nuk shkon tash që t'jem juriste dhe të dalë dhe me bikini të ekspozoj trupin, nuk ka sens kjo gjëja. Edhe Me të seriozitetin e... Po, që thua, edhe... Kjo gjëja, eksperiencia ime në emisionin më parë, më nis kështu totalisht pa plan nga ana ime. Aplikimin e bëjmë bashkë me një shoqen time, dhe më thënë kështu kot nga hiç, ai ishte fiksuar këshia e vit, më thonë apliko, dhe i thonë, jo, sepse nuk është emision për mua, ndek të tjerë, më thënë gjithmonë të parajgjikimet që kanë shqiptarët. Po ç'ke se vendin e bën njerëzit, ajo shpreh shqiptarëve, mos e vrit mendjen e kështu. Kjo besim ke dyr. Gjithmonë me idenë që të hyja edhe pastaj të vazhdoja për diçka tjetër. Ja, shikon ka shumë goca që... kështu, thjesht si variant. Se më të qeshëm thonë mua, "Ha, pse se provon një herë të hysh këtu? Shisa mirë mund ta bëj ti këtë, ta bëj atë." Unë tha, po, nuk di as këndoj, domethënë nuk është që kam një far talenti që mund ta shfaq në televizion edhe ç'a do t'i them unë aty. E më tha, po, okej, me të qeshur hym për puthë, dhe tha. Këtë tha, besoj ta që mundesh ta bësh. Edhe i thash, nuk besoj që ka një vështirësi, po që nuk e ndjej vetën as këto. Dhe kisha një vit që më thonë hy, dhe kur bëjmë aplikimin, më në gjesti. Hajde, zërë. Pa tjetër dhe mërë. Sa bukur. Smoky. Të më pis? Okej. Më thot një ditë të bukur, ajo jeton në Francë, edhe flasim, e përshëndesim, Beb, përshëndetje, dhe them Beb gjithmonë. Thot një ditë të bukur, dëgjoj, thot unë kam kaq vite, se kemi 10 vite që të ngushta. Kam kaq vite që të njohem edhe që nuk kam asnjë arsye pse mos ta bëj aplikimin unë, edhe më të qeshur kështu unë duke punuar në dyqan, kjo më thot mua hap laptopin e fillon. Qa të pëlqen ty ke i gjona ato pyetjet që janë, shu i plotëjmë gjithmonë me të qeshur. Po, edhe i them unë që ti s'ke për ta dërguar atë aplikime, fund fare kur e plotësoj, dhe po qeshtë, ke pasur se kështu. Jo do e dërgoj, nëse kjo gjëja ka qenë në verë, diçka e tillë. E do të mua unë po e dërgoj, thot hajde kush e di deri në shtator, kush e di sa aplikime kanë shkuar humbin edhe e dërgon me çfarë gjë. Kur marrin realisht shtator, po unë kisha harruar fare si gjë.
isha kështu, duhet shkoj, as duhet shkoj, direkt të shoqin telefonin dhe çam ke boti mu, çam ke boti mu. Nëse si përfundim shkoj e bëj takimin. Ej, një sekond, se ndoshta mund të jetë interesante, por nuk e prisja asnjëherë që të shkonte ashtu si shkoj. Do të thonë, do jam nisur kështu thash, okay. Siç e nisin shumë njerëz. Është mundësi shumë mirë që të ka dalë pas asaj, tash po tani e ke menduar se do ta shfrytëzosh edhe ku do ta analizosh. Se do të kalosh këtu sporadikisht kështu është. E kupton, do të kesh një qëllim. Patjetër. Tu si ta jep atë vëmendjen edhe Që ta kur rrezon. hyre aty kisha qëllimet e mia. Që kur hyre aty. Unë nuk nisa pas një herë tek diçka pa pasur një thjesht. Se po ajo mirë mbar për çdo gjë që mendon. Po mendoj që po. Mua më ka trembur televizioni gjithmonë, po edhe na kanë kompleksuar një çik në shkollë. Kemi qef këtë. Se nga që na përgatisin, ajo është Akademi e Arteve, është ushtri vëlla. Është shkollë teatri, është realisht ushtri. Thonë ne foto edhe merr këtë drejtimin, tash edhe na përgatisin domethënë që të ishim Faleminderit.